Përshëndetje dhe gëzuar vitin e ri 2026 dhe uroj suksese dhe zgjimin kolektiv në të gjitha fushat. Sot të flasim pak për energjinë e Shqipërisë për 2026 duke bërë analizën me ditën e lindjes të Shqipërisë që është data 28 nëntor 1912. Shqipëria është një shtet dhe një tokë me dhimbje dhe vuajtje dhe sakrifica, por gjithashtu është një tokë bujare bashkë me njerëzit që linden atje, krenarë dhe punëtorë dhe me zemër të madhe. Si vjetë Shqipëria kërkohet të hapi zemrën, të punoj me drejtësi, të bëhet zgjimi i individit dhe zgjimi i kolektivit. Dhe gjithashtu është një vit që marrim përgjegjësinë tonë. Kur ne të marrim përgjegjësinë, atëherë të gjitha gjërat do vinë më lehtë. Kam përgatitur diçka për Shqipërinë dhe çdo muaj çfarë kërkohet të bëhet, sepse Shqipëria si vjet do thotë që jam dhe qëndroj në këmbët e mia, nuk pres më të tjerë të më shpëtojnë, por unë jam shpëtimtar i vetes time. 2026 nuk është më vit premtimesh, premtime boshe, është vit zgjimi, përgjegjësie dhe fillimit të vërtetë. Shqipëria nuk ka më nevojë të shpëtohet, por ka nevojë të qëndrojë në këmbët e saj dhe të kujtohet kush është. Një mesazh shërues për popullin shqiptar. Ju që keni mbajtur shumë, që keni duruar në eshtje, që keni jetuar me frikë dhe mbijetesë, është koha të lëshoni barrën që nuk është më e juaja. Të parët tanë nuk duan dhimbjen tonë, ata duan që ne të jetojmë, sepse ndërmjet nesh jetojnë dhe ata. Janë ADN-ja jonë. Lejoni drejtësinë të vi pa frikë, lejoni paratë të vinë pa turp, lejoni jetën të vi pa faj. Shqipëria shërohet kur ju shroheni dhe ju tashmë në 2026 do jeni gati. Analiza nga muaj në muaj e Shqipërisë të 2026. Atë që desha të prezantoj dhe me ju, si vjet viti 2026 është i përshtatshëm që njerëzit të punojnë me frikën, gjithashtu me sistemi përfaqësik në individ dhe në kolektiv. Dhe ju bëj thirrje të gjithëve shoqatave të arrijmë të bashkohemi si popull dhe si terapiste energjetike dhe terapiste e zhvillimit personal dhe e zgjimit kolektiv, unë jam gati për të ndihmuar. Gjithashtu jam dhe shkrimtare që kam bërë 4 libra, 2 në shqip dhe në greqisht, dhe këto libra do t'ju ndihmojnë së mos simboli i mrekullive. Është një libër me to dëshërimi për lirimin e të gjithave frikrave dhe të varfërisë nëse doni, frikën e vdekjes që kemi shumë të theksuar, frikën prej izolimit sepse jemi ndjerë të izoluar dhe si shtet dhe si individ, sepse ishim larg nga shtetet e tjera. Gjithashtu dhe nga luftrat, nga gjithçka që na është bërë. Kemi shumë frikra të ndryshme, frika nga lirimin e lidhjes me dritën e vërtetë dhe si qenia hyjnore, shumë e rëndësishme. Frika e lidhjes me veten tonë të lartë, sepse ne jemi si shtet dhe si tokë me një mision për të shpërndarë dritën dhe informacionet të jashtëzakonshme si këto që po ju shpjegoj unë, dhe ne jemi mbledhur sepse kemi frikë të pranojmë fuqinë tonë. 2026 është një vit që Shqipëria dhe shqiptari do pranoj fuqinë e tij dhe do eci përpara dhe do tregoj vërtet kush është.
Gjithashtu, paratë që do vinë në 2026 dhe bolleku do vinë paratë të pastra dhe do ketë pastrimin e energjisë nga paratë e ndotura. Të gjithë ata që do punojnë me ndërgjegje dhe do hapin gjëra të bukura dhe të reja, do kenë para dhe bollek. Do dalin në pa gjithçka e fshehtë dhe që ishte me para me manipulim. Do ketë në shtet dhe do viren ligje të reja për Shqipërinë dhe shqiptarët. Do dalin në pa shumë gjëra të vjetra që do kërkojnë zgjidhje. Prandaj, frika tamë i gjejmë tek libri Simbolin mrekullive, botimet Living, nuk e di a lejohet ta them, dhe libri tjetër është Agenda Magjike, që bëhet parashikimi që deri në vitin 2030 çfarë do ndodhin dhe ka ushtrime të ndryshme për zhvillimin personal dhe kolektiv, dhe jam këtu për të ndihmuar më tepër. Dhe tani kalojmë në analizën nga muaj në muaj që të dimë të gjithë si persona çfarë do bëhet. Gjithashtu një mesazh për ju është që keni vegla si mund të dilni nga aty ku jeni, nga vuajtja, nga viktimizmi. Kërkoni të bëni analizën personale të shpirtit tuaj, kontratën që ka për shpirti para se të zbriste në tokë, që të mësosh të gjitha ato mjetet që do të ndihmojnë, por në të njëjtën kohë të mësosh karmën që është kryesore dhe misionin që ka ardhur shpirti jot, që kështu duke punuar me veten do bëhet zhbllokimi i të gjitha këtyre bllokimeve dhe ti do vish dhe do lidhesh me fuqinë e shpirtit tënd, sepse të gjithë që jetojmë në këto vite deri në 2030 që do kërkohet të vi stabiliteti, harmonia në të gjitha fushat, jemi shpirtra të mëdhenj dhe kemi ardhur për të bërë një mision. Kur ti të lidhesh me misionin dhe të pastrosh dhe të mbyllësh karmën tënde dhe e ke të mundur ndërmjet duke mësuar artën e shpirtit tënd të përgjithshme dhe mund ta bësh. Gjithashtu, kërkoni të gjithë të bëni artën nga viti në vit, çfarë do bëhet pikërisht për ju vetëm me ditën e ditëlindjes, dhe në anën e marrëdhënieve, në anën e parave dhe të bollekut, në anën shëndetësore dhe në të gjitha fushat që ty të interesojnë. Unë jam këtu për të ndihmuar që të lidhesh me veten tënde dhe jo më me gënjeshtra dhe duke me premtime boshe, po me premtime dhe me punë me veten tënde. Sepse kur shrohet individi, do shrohet tërë kolektivi dhe kështu do shrohet dhe do ndriçojë Shqipëria. Le të fillojmë. Në muajin janar do kemi, ky vit është viti i përgjegjësisë dhe i drejtësisë karmike. Shqipëria kërkohet të bëhet pastrim karmik. Muaji janar do ketë një zgjim të ashpër, do filloj me një energji shumë të fuqishme. Muaji hapet me tension të brendshëm në kolektiv, në shtet, dalin në sipërfaqe pakënaqësi kolektive, lodhje nga padrejtësisë. Mesazhi këtu nuk është që nuk mund të fillosh një vit të ri duke mbajtur barat e vjetra. Dhe këtu dua të them që data 1 janar 2026 nxjerr 3 njësha. Një në qoftë se i mbledh vitin 2026 del 10 dhe po ta mbledhësh del 1. Do të thënë një i pari, 3 njësha dhe të treja bashkë nxjerrin numrin 3, që do të thotë që ky muaj dhe data 1 ka një fuqi shumë të madhe. Shiko çfarë kërkon në datën 1 dhe mund të kërkosh gjithçka, por të dish si ta kërkosh. Në qoftë se dëshironi më tepër, dini ku të gjeni në rrjetet sociale dhe ku të më kërkoni që t'ju udhëzoj, dhe si kolektiv kam thënë gjithmonë që mund të bëjmë gjëra falas dhe si individ. Atëherë mesazhi është që nuk mund të fillosh një vit të ri duke mbajtur barat e vjetra. Prandaj energjia kërkon që ne të fillojmë ndryshimin. Shkurti,
ka të bëjë me përballje me të vërtetën. Çdo gjë, se do zbulohen sekrete të ndryshme, do dalin dokumenta dhe fakte, diçka që është fshehur prej kohësh do të dalë në sipërfaqe. Njerëzit që tani e tuti do fillojnë të flasin në hapur, nuk do fshihen më drejt mbrapa padrejtësisë dhe gënjeshtrës. Mesazhi i muajit shkurt është e vërteta nuk është armike, por është çlirim, sepse deri tani jemi mësuar të fshihemi. Marsi, vendime të vështira. Në muajin mars do duhet të marrim vendime të vështira si popull, si individ, muaj i fortë për shtetin dhe strukturat. Shikojeni çfarë do bëhet në muajin mars. Ndryshime, do ketë ndryshime, largime, riformacione të ndryshme. Do kujdesni në shtet. Mesazhi për muajin mars është çfarëdo nuk mban më peshë, duhet të bjerë. Prilli, rregullimi dhe balanca. Në prill do filloj një ndjenjë e rendit të ri. Do fillojnë të bëhen ligje të reja, marrëveshje dhe do ketë ekuilibrim forcash. Mesazhi për muajin prill është drejtësia nuk do vi me zhurmë, por me qetësi dhe qartësi. Muaji maj, ekonomia do jetë në provë. Paraja kërkon ndershmëri, do dalin gjithçka që ka qenë me manipulim, dhe ata që do punojnë me ndershmëri dhe me besnekëri, dhe për popullin dhe për vendin e tyre do bëjnë përpjekje, do kenë para në muajin në maj, ndryshe do ketë kontroll në muajin maj nga shtetet, nga njerëzit që kanë para të madhe nga kanë ardhur, do ketë llogaridhënie dhe pastrim financiar. Do dalin në pa shumë gjëra të fshehta. Gjithashtu, mesazhi i muajit maj është paraja e pastër nuk ka frikë dhe ti që do punosh me sinqeritet do bësh para në muajin maj. Qershori, përgjegjësi kolektive. Në qershor do kërkohet që populli të marrë qeverinë në dorë, do më thënë që të arrijë të kuptojë pse i ndodhin të gjitha këto dhe do kërkoj sinqeritet. Populli ndjen se nuk mjafton më ankesa, duhet pjesëmarrje, do thot mjaft në viktimizëm, të filloj të punoj për veten. Dhe mesazhi për këtë muaj është që ky vend ndryshon vetëm kur secili merr pjesën e tij, sepse kur çdo individ fillon të punojë me veten dhe të zgjohet, atëre dhe kështu do vijë dhe zgjimi i kolektivit. Korrik, muaji korrik do ketë lodhje, por edhe vetëdije. Ka lodhje emocionale, por edhe ndërgjegjësim dhe pjekuri. Edhe viti 2026 e kërkon këtë për të gjithë ne shqiptarët. Mesazhi, nuk je i lodhur nga e vërteta, por nga rezistenca ndaj saj. Prandaj të kërkohet të mos rezistosh më tek e vërteta, por të thuash po në ndryshim, sepse ajo do të sjellë gjithçka që ti e kërkonje ndërmjet rezistencës. Muaji gusht do jetë një muaj pushimi i detyruar, muaj reflektimi, ngadalësimi, distancë, vëzhgimi. Por gjithçka do punojë akoma dhe në ngadalësim. Mesazhi për këtë muaj është ndonjëherë shërimi ndodh kur ndalemi, jo vetëm kur e ndjekim. Muaji shtator është një muaj i riorganizimi, rikthim me energji më të lartë, me plane të reja, struktura më të pastra. Dhe tani mesazhi për muajin shtator është tani di populli dhe çdo individ do hyjë në këtë energji dhe di çfarë nuk do më të qëndrojë gjërat e vjetra dhe si mund të shkojë drejt sëres. Tetori do jetë në një energji të një force të brendshme, do merren vendime të guximshme, qëndrueshmëri, autoritet i qetëm
Dhe mesazhi për muajin tetor do jetë forca nuk ka nevojë të bërtas, sepse Shqipëria dhe shqiptarët kanë forcë dhe forcën e kanë marrë nga universi, nga Zoti. Muaji nëntor, mbyllje karmike. Muaji nëntor është shumë i rëndësishëm sepse është dhe datëlindja e shtetit tonë shqiptar. Do më thënë, 28 nëntori 1912. Mbyllen ciklet të vjetra, lirohen plagë historike dhe gjithashtu mesazhi për këtë muaj është që e kaluara nderohet, por nuk sundon më, do themi mjaft deri këtu. Do nderojmë dhe paraardhësit, por nuk mundemi më të shkojmë në varfëri, në sakrificë, në gënjeshtra, në gjithë shka që është bërë dhe në manipulim. Ne do shikojmë rrugën të ecim përpara, e nderojmë gjithë shka që ata kanë bërë dhe sakrificat, por ne vendosim të shkojmë përpara dhe të jetojnë dhe ata në këtë jetë të bukur. Dhjetori dhe muaji i fundit është muaji që do ketë një stabilitet të ri, viti mbyllet me ndjenjë qartësie, rendi, themeli për 2027, që do kemi edhe gjërat më të bukura për atë vit, dhe tani toka shqiptare është gati për mbjellje të re. Gjithashtu dhe çdo individ që ka punuar në 2026 do arrijë suksese dhe do kori gjitha to rezultatet e 2026 që punovi. Këto janë paka shumë gjërat që desha të ndajun me ju dhe ju mirëpres për terapi personale dhe në grupe. Unë jam këtu në vendin tim dhe do jap atje ku do më kërkohet. Nuk jam e disponueshme në asnjë person që nuk disponon dhe nuk jep për veten e tij. Ju dua shumë, ju uroj një vit të bukur, të mbarë dhe ju uroj të fillojeni zgjimin në kohën tuaj dhe do shikoni që kur ju të lidheni me forcën tuaj, me zemrën tuaj, atëherë do hapen rrugët e suksesit në të gjitha drejtimet. Dhe jam e qartë sepse jam unë ajo që e kam bërë dhe ndryshova i jetën time. Nuk flas me gjëra të kota, por me baza dhe me punë personale. Ju dua shumë.